Selam aleikum hoq, kam një pyetje lidhur me ginekologët meshkuj. Dihet se në Islam rrugja e trupit është shumë e rëndësishme. Mirë po ka raste kur një motrë muslimane hyn për të lindur dhe mjeku ginekolog që e pret lindjen është mashkull. Cili është gjykimi i Islamit në këtë rast? A lejohet të kontrollohet ose të kryej lindjen një ginekolog mashkull kur ka edhe ginekologë femra? Në cilën raste konsiderohet domosdoshmëri darure dhe kur duhet të kërkohet patjetër një mjek femër, Allahu i shpërblim të mirë. Wa aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Të çështjet e mjekimit të domosdoshëm dhe Allahu subhanahu wa taala dhe masmiri, por lindjet unë nuk i llogaritet të domosdoshme për shkak se me shekuj gratë kanë lind pa jo në hospitale po në shtëpia. Nuk kanë domosdoshme kishin të krejnë. Nuk është e vërtet që është në nivelin e qasnor. Në rast të caktuar mund të qenë e vërtet, por jese gjeneral është e domosdoshme. Por ne po flasim për çështjen e mjekimit në përgjithësi. Rregullat sheriatike janë këtu. Kushdo prej motrave që ka nevojë për shërbim mjekësor duhet mu interesue çfarë shërbim mjekësor a mune me marr prej një mjeke femër muslimane. Kjo është numër 1. Nëse nuk gjendet mjeke muslimane që ofron çfarë shërbim, duhet mu interesue a gjendet ndonjë mjeke jo muslimane që ofron çfarë shërbim. Në një duhet me lyp mjeke muslimane. Nëse vërtet nuk gjendet, nuk është mundësia që të shërbim me bo një mjeke muslimane, duhet me lyp një mjeke e cila nuk është muslimane. Nëse nuk gjendet përsëri mjeke, edhe nëse nuk është muslimane, duhet me kërkue mjek, por musliman. Dhe nëse edhe këtu nuk gjendet, edhe çështja është e domosdoshme, lejohet, nuk është më haram që çat shërbim me krye edhe një mjek i cili nuk është musliman. Për shkak se ajo që bëhet domosdoshme për shpëtimin e jetës e të tjera, pastaj është më e rëndësishme se sa ndalesa e cila ka qenë në fillim. Por nëse është e mundësit, s'ka mjeke muslimane, atëre shkohet në nivelin e dytë, mjekja jo muslimane. Nëse është e mundësit s'ka, atëre shkohet mjek musliman. Nëse përsëri edhe kjo s'ka, pastaj që nuk më bënë vështirë muslimin, dhe çështja është domosdoshme, lejohet që shërbimin mjekësor me krye edhe ai i cili nuk është musliman, Allahu a'la wa a'lam.